Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do t'jemi edhe sot bashkë si çdo ditë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Në policinë e Fierit, mbrëmjen e djeshme janë shoqëruar 5 persona. Mësohet se oficerët të BKH-s dhe punonjës të forcave operacionale kanë qenë në shërbim dhe kanë ngritur një dron në hyrje të Fierit që ka shkuar pranë bizneseve të ndërtuesit Shkëlqim Kaplanaj, i afërm i Agron Kaplanaj, ish kryebashkiak i Ballçit dhe ish eksponent i Partisë Demokratike, se çfarë ka ndodhur dhe në lidhje me njoftimin e policisë së shtetit, kemi në një lidhje direkte në këto momente gazetaren tonë Alketa Shaba që të na japi detaje. Alketa, mirëmëngjes. Që përshëndes Fiori, në fakt fillimisht duhet thënë që është incidenti i parë që shënohet sa i përket përfshirjes një agjenti të Byrosë Kombëtare të Hetimit, pasi siç dihet, prej muajit janar, prej fundit të muajit janar, Prokuroria Posaçme Antikorrupsion ka shpalosur tashmë një program apo një strategji për hetimin apo për identifikimin e krimeve zgjedhore dhe për pasojë ka shpërndar prokurorë dhe agjent Byrosë Kombëtare të Hetimit në 12 qarqe të vendit në mënyrë që të bëjë mundur pra identifikimin e personave që tentojnë të kryen krim zgjedhor. Njëri prej këtyre agjentëve që siç thash janë shpërndar në përqarqe ka qenë në qytetin e Fierit së bashku me disa efektiv të operacionales, konkretisht gjatë mbrëmjes së djeshme, ku kanë qenë duke monitoruar, pra kanë bërë monitorim në terren lidhur me identifikimin në ndonjë rasti të krimit zgjedhor. Nga ana tjetër ka qenë pra siç thash pranishëm edhe efektiv të operacionales, ndërkohë që ka ndodhur një incident me disa prej punonjësve të ndërtuesit Shkëlqim Kaplanaj. Në fakt duhet thënë që ka patur po themi një prononcim kontradiktor që nga policia e Fierit qoftë dhe jo zyrtarisht nga Byroja Kombëtare e Hetimit sa i përket kësaj ngjarje, pasi fillimisht u mohuan nga të dyja palët prezenca e një agjenti të Byrosë Kombëtare të Hetimit në këtë ngjarje, që nga policia ashtu edhe nga BKH, por më vonë rreth orës 22 të mbrëmjes patëm edhe një njoftim zyrtar më vonë nga ana e policisë së Fierit që konfirmoi faktin që punonjës të Zotit Kaplanaj, pra punonjës të një biznesi, pikërisht kanë goditur agjentin e Byrosë Kombëtare të Hetimit, por edhe efektiv të operacionales, pra ka ndodhur një përplasje mes tyre dhe ata i kanë goditur për shkak të detyrës edhe agjentën e BKH-s, por edhe efektiv të forcave operacionale. Për këtë arsye u shoqëruan disa persona në komisariatin e Fierit mbrëmjen e djeshme për të marrë në pyetje lidhur me këtë çështje. Pra ka patur një goditje ndaj tyre. Fillimisht, apo po themi ka patur dy versione, njëri version kishte të bënte pikërisht me ngritjen e një droni nga ana e agentit të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe nga ana e efektiveve të operacionales, një dron i cili ka shkuar pranë biznesit të ndërtuesit Shkëlqim Kaplanaj i afërm dhe i Zotit Agron Kaplanaj, çka ka nisur apo çka ka çuar dhe në këtë përplasje po themi mes tyre, ndërsa versioni tjetër flet për apo po themi dhe dëshmitarët që shoqëruan më vonë në komisariatin e Fierit flasin për një pikërisht për një vend apo për një parkim të gabuar automjetesh çka ka çuar në këtë përplasje fizike mes tyre personave që siç thash shoqëruan të gjithë mbrëmjen e djeshme në komisariat për të marrë në pyetje. Ka patur po ashtu edhe një prononcim nga Zoti Kaplanaj lidhur me këtë çështje, pra ka versione po themi nga të dyja palët, por mbetet, po duhet të thënë mbetet kontradiktore ende kjo ngjarje, pasi nuk kemi ende një prononcim apo një njoftim zyrtar nga Byroja Kombëtare e Hetimit për në mënyrë për të patur të dyja njoftimet të dyja palëve dhe për të kuptuar më mirë se çfarë ka ndodhur pikërisht mbrëmjen e djeshme në Fier, por siç thash është incidenti i parë që shënohet me një agjent Byrosë Kombëtare të Hetimit menjëherë pasi spak nisi këtë nismë dhe që është hera e parë që strukturën do të jetë në terren për të monitoruar të gjithë situatën e për të gjithë fushatën zgjedhore të paktën deri në datën 11 maj kur të do të mbahen zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, por nga ana tjetër duhet thënë që edhe pak ditë më parë po në Fier u arrestuan në qarkun e Fierit, u arrestua po ashtu një person i cili tentoi apo i ofroi një personi tjetër një shumë parash për 5.000 lekë të reja në mënyrë që ky fundit ta jepte votën e tij në 11 maj për Partinë Demokratike. Ky person tashmë është në pranga dhe prokuroria e Fierit pati një njoftim ditën e djeshme ku tha se të gjitha materialet ja ka referuar për kompetencë prokurorisë posaçme antikorrupsion, pra siç duket kanë nisur dhe identifikimet e rasteve të para të krimeve zgjedhore, pikërisht pra dhe pritet tashmë të ketë një verifikim nga ana e SPAK-ut për të nisur apo jo apo për të regjistruar një procedim sa i përket këtij rasti apo të sa i përket rastit që u shënuar mbrëmjen e djeshme në Fier, ku siç thash kishte një goditje për shkak të detyrës ndaj agjentëve të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe ndaj forcave operacionale. Dhe me që je pranë prokurorisë së posaçme, a mund të na thuash çfarë është parashikuar për ditën e sotme?
Në fakt, Fiore, ditën e sotme ka disa seanca të rëndësishme që zhvillon në gjykatën e posaçme antikorrupsion, mes tyre është dhe seanca sa i përket kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, e cila mbahet në shkallë të parë. Ky i fundit ka ankimuar masën e sigurisë arrest në burg që është caktuar ndaj tij nga gjyqtari i hetimit paraprak Erion Bani, dhe është një seancë e cila do të zhvillohet ditën e sotme në orën 12, ku ky gjyqtar do të shqyrtojë kërkesën e bërë nga kryebashkiaku i Tiranës për të liruar nga qelia. Zoti Velia i ka kërkuar shuarit të kësaj mase ose zëvendësim të masës arrest në burg, dhe nga ana tjetër ka kërkuar dhe një informacion 2 mujor që të paraqitet nga ana e prokurorisë posaçme antikorrupsion për të kuptuar ai dhe mbrojtësit e tij ligjor se çfarë pune hetimore ka kryer organi i akuzës deri në këtë moment, deri në këtë fazë, deri në këtë periudhë që zoti Velia i mbahet në qendrën e paraburgimit në institucionin e ekzekutimeve të vendimeve penale në Durrës, pasi duhet thënë që ka më shumë se 2 muaj që ndodhet në qendrën e paraburgimit si person i dyshuar nga prokuroria posaçme antikorrupsion se ka kryer 2 verba penale, ato të korrupsionit pasiv dhe të pastrimit të parave. Në fakt ka patur një tjetër, po themi, ka bërë dhe një tjetër apelim zoti Velia, siç dihet edhe në apelin e posaçëm lidhur me këtë mas, një kërkesë në fakt shurrëzuar nga gjyqtari Engert Pollumbi dhe pritet tashmë që mbrojtësi i tij ligjor zoti Ermir Beta të dorëzojë dhe një rekurs në gjykatën e lartë në mënyrë për të parë nga shkalla e tretë e gjyqësorit në rast se do të ketë një rrëzim sërish të kësaj kërkese, apo në rast do të ketë një vendimarrje tjetër nga gjykata e lartë, por siç thash kjo mbetet për të parë ditën e sotme se çfarë vendimarrje do të marrë gjykata e posaçme antikorrupsion. Ndërkohë që nga ana tjetër ka patur edhe një paraqitje në prokurorin posaçme antikorrupsion në orën 9 të mëngjesit të zonjës Mariza Nito, që është bashkëshorte e Elmana Bulas, një tjetër person i cili dyshohet dhe është i përfshirë në dosjen e zotit Veliaj dhe që dyshohet se ka kryer pastrimin e parave nga ana e prokurorisë posaçme antikorrupsion, një person i cili u arrestuar në ditën e ditë në kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, por që më vonë u la i lirë nga apeli i posaçëm në masën e sigurisë, pra u ndryshua masa e sigurisë nga apeli i posaçëm nga arrest në burg në arrest në shtëpi, dhe do të hetohet në këtë masë sigurie nga ana e prokurorisë posaçme antikorrupsion. Kjo është hera e dytë që zonja Nito ndjesë thirret në strukturën e posaçme antikorrupsion për të marrë në pyetje, ndërkohë që ditën e sotme është paraqitur e vetme pa praninë e një avokati, siç duket në cilësinë e personit që ka dieni mbi këtë çështje që ka nisur hetimin prokuroria posaçme antikorrupsion për zotin Veliaj, për Elmana Bulen, për bashkëshorten e Veliajt, për zonjën Ajola Xoxa, por edhe për 5 biznesmenë të tjerë të cilat janë në masën e sigurisë. Detyrim paraqitje që janë Gentian Sula, Shkëlqim Fusha, Sokol Kureziu, Meriman Palushi, si dhe Fatmir Bektashi, persona që po hetojnë në masë të lecuese sigurie të gjithë, po ashtu se kanë kryer korrupsion aktiv nga ana e prokurorisë posaçme antikorrupsion. Falenderoj shumë Alketa për të gjitha informacionet dhe detajet që ndava me ne. Besoj do të jemi në lidhje të vazhdueshme për gjatë transmetimit të sotëm. Faleminderit.